Qire që i ndezëm sot, nuk përfaqësojnë vetëm një moment ceremonial, por përfaqësojnë jetën tonë, kujtimet tona dhe forcën tonë për të vazhduar përpara. 14 prill, kjo këvend bëhet një vend i veçantë i kujtesës, një vend ku dhimbja nuk fshehet, por ndryshon. Është një kujtesë, një thirrje dhe një shpresë. Qire që i ndezëm sot, nuk përfaqësojnë vetëm një moment ceremonial, por përfaqësojnë jetën tonë, kujtimet tona dhe forcën tonë për të vazhduar përpara. Në këtë sallë, drita ka një kuptim tjetër. Nuk është vetëm dritë qiriri, është prani, është respekt. Është kujtim që nuk shuhet. Për shumë vite, drita ka munguar në jetën e shumë të mbijeturave, thjeshtja, stigma dhe mungesja e mbështetjes familjare. E shoqërisë ka bërë që shumë histori të mbetën të heshtura. Sot, përmes këtij akti kolektiv, kjo këvend bëhet një hapësirë ku heshtja thyhet dhe zëri ndriçon. Një hapësirë ku solidarizohen nuk është vetëm fjalë, po është veprim i përbashkët. Çdo qiri që ndezën sot është një mesazh i qartë, që të mbijetuarat nuk janë vetëm, zëri ynë ka rëndësi dhe dinjiteti ynë duhet të mbrohet dhe të respektohet. Ju falenderoj gjithëve.